Edi Rama për të mbrojtur krimet e tij monstruoze, për të mbrojtur vjedhjet e tij të pallogaritshme, po kalon në veprimtari të tjera në asgjësimin e sistemit të drejtësisë, në miratimin e ligjeve, për të mbrojtur veten e tij dhe banden e tij plaçkitëse qeverinë. Amandamentet që kërkon të sjellë pas reagimit të fuqishëm dhe kartonit të zi që i nxorën në Bruksel, janë amandamente që kanë si qëllim kryesor të mbrojnë personin Edi Rama dhe antarët e organizatës tij kriminale. Pezullimi i zyrtarëve nga detyra për keqbërjen e tyre ndaj qytetarëve është një nen, është një ligj, është një drejtë ligjore kushtetuese e prokurorisë e institucionit të akuzës të çdo vendi. Është një drejtë që ligjvendësit ju kanë njohur, prokurorëve dhe gjykatësve për të mbrojtur interesat e qytetarëve nga keqbërësit zyrtar të lartë.